Le të rrëfejmë disa për historive të tyre. E para është një 23 vjeçare, Robina Aminjani, që studionte në Universitetin e Teheranit, me një pasion të jashtëzakonshëm për modën, me ëndrrën se do të shkonte në Milano për të studiuar si stiliste. Ajo tregonte me krenari veshje të ndryshme tradicionale kurde të qepura nga vetë duart të saj. Ajo u largua të enjtë nga Universiteti Teknik Shariatit i Teheranit, ku studionte dizajn mode për të bashkuar tubimit kundër regjimit. Ajo u vra nga të shtënat me armë zjarri. Familja e saj tregoi me hollësi skenat e tmerrshme me të cilat u përballën kur shkuan të merrnin trupin e saj, aty ku zbuluan jo vetëm të ndjerën Robina, e cila ishte vrarë me një plumë në kokë, por edhe të tjerë 18 deri në 22 vjeçar, të cilët ishin vrarë nga të njëjtat sulme në të njëjtën shënjestër. Xhaxhai i Robinës deklaroi për median CNN se nuk mundën ta varrosnin me një ceremoni, por trupi i saj tashmë prehet në anën e një rruge si pasojë e kaosit të jashtëzakonshëm në Teheran dhe përtej kryeqytetit. Historia tjetër është e Ebrahim Jusufit, baba i 3 fëmijëve, i cili gjithashtu doli në rrugët e Teheranit në këtë tubim anti-regjimit të Ayatollah Ali Khameneit, i shumë pritur për disa shtetas iranian në vend, por edhe përtej saj, ku tashmë që prej ditëve të fundit të 2026-s njerëzit vijojnë të bëjnë edhe thirrje për rrëzimin e regjimit. Komunikimi sipas familjes është ndërprer totalisht, janë pikërisht afërmit e Jusufit në qytete ndryshme që nuk kanë kontakte me familjen e të ndjerit, i cili lëpas 2 djemë dhe një vajzë, familjare që kanë komunikuar me CNN-in për arsye sigurie mbeten anonim. Dhe historia tjetër është e Mehdiut, Mehdi Zat Parvar, një ish kampion në bodybuilding. Dhe ky i fundit kishte postuar në rrjetet e tija sociale mesazhin e tij: ne duam vetëm të drejtat tona, zëri që është mbytur për 40 vjet duhet të ngrihet me të madhe, deklaronte edhe Mehdiu në rrjetet e tija sociale, i cili njihet në fakt 39 vjeçari, 2 herë kampion i botës në bodybuilding sipas Federatës Ndërkombëtare të Fitnessit dhe Bodybuilding, me diplomë masteri në fiziologji sportive, si trajner me përvojë në qytetin e tij të lindjes, i cili ishte bashkuar në protestë që prej 1 janarit, dhe gjithashtu edhe ai është gjetur pa jetë